Fermerët e shpallur fitues për të përfituar mbështetje financiare nga skema kombëtare 2026 duhet të paraqesin në afat dokumentet shtesë që u janë kërkuar. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural njofton përfituesit për masat 1 deri në 4, listat e cilëve është bërë publike me 21 korrik, se kanë afat për plotësimin e kushteve deri më datën 10 gusht 2026. Ndërsa fermerët e shpallur fitues në listat e aplikimeve për masat 5 deri në 7, si dhe masën 9, të publikuar me 24 korrik 2026, kanë afat për plotësimin e kushteve të përfitueshmërisë deri më datën 13 gusht 2026. Aplikantët e shpallur fitues janë të detyruar të plotësojnë dokumentacionin përkatës dhe të përmbushin të gjitha kushtet e përfitueshmërisë brenda afateve të përcaktuara më sipër. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural bën me dije se dokumentacioni i paraqitur pas përfundimit të afatit nuk do të merret në shqyrtim. Aplikantët që nuk plotësojnë kushtet e kërkuara brenda afatit të përcaktuar do të skualifikohen nga skema mbështetëse. Skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi 2026 ka shënuar një interes të lartë nga fermerët në të gjithë vendin, duke regjistruar gjithsej 42.728 aplikime, ndërsa vlera e kërkesave ka arritur në 7.2 miliard lek nga 5.2 miliard lek që është fondi i vënë në dispozicion. Qarku i Fierit kryeson me numrin më të lartë të fermerëve aplikues, i ndjekur nga Korça, Elbasani dhe Vlora, qarqe që vijojnë të mbajnë peshën kryesore të prodhimit në vend. Këtë vit skema kombëtare u organizua në 12 masa mbështetëse të ndara në 9 masa direkte dhe 3 masa investimesh, duke ofruar mundësi financimi në sektor të ndryshëm. Masat direkte përfshin tufën bazë të gjedhit, tufën bazë të imtave, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik, fermat organike, certifikimin Global Gap, mbështetjen për sipërfaqet e mbjella dhe ripopullimin e ujërave të brendshme. Ndërsa 3 masat e investimeve përfshin mbështetjen e fermerëve të rinj deri në 40 vjeç, ndërtimin dhe rikonstruksionin e staneve, si dhe mekanizimin e bujqësisë. Këto masa synojnë të mbështesin fermerët në uljen e kostove të prodhimit, rritjen e cilësisë së produkteve, përmirësimin e standardeve të prodhimit dhe nxitjen e praktikave të qëndrueshme bujqësore.